rëndësishme të Asamblesë së Shoqatës Tirana. Kam listë prezencën, kvorumi është i plotësuar. Mbledhja mund të hapet, ju ftoj të gjithëve të ngrihenin këmbë për të respektuar himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës Tirana dhe drejtuesi kryesor i këtij procesi për ngritjen e organeve drejtuese për formatimin, për statutin. Sipas agjendës që ju e keni marrë online të gjithë, pritja përgjigje por nuk kam marrë, fjalën e ka kryetari i Shoqatës Tirana, zoti Rudi Keqi. Nuk do plas gjatë, po e gjykova më të arsyeshme dilsha këtu, se këtu sigur ullë aty nuk mund të flitet, domethënë, prandaj. Neve sot jemi në këtë takim mas një pune disa mujore që po zhvillojmë me Këshillin Drejtues, me Kryesinë e Shoqatës për të arritur në këtë ditë. Sot ne bëjmë konstituimin e Asamblesë, që është organi më e prorë i Shoqatës, dhe me këtë rast, në një farë mënyre, plotësohet gjithë piramida e funksionimit të Shoqatës Tirana. Vim mas një periudhe jo të lehtë, mas vdekjes së Benit, dhe përveç stresi që na shkaktoi, ajo kaloi, si me thamë, vdekja ti, neve patëm edhe ca pengesa me familjen Kafaj, jo me familjen e Benit të mamë, do t'jem transparent i dini këto, po me vllajën dhe me motrën e Benit, të cilët në një farë mënyrë na kanë bloku çdo gjë. Neve sot jemi shoqatë që me gjithë se kemi 31 vjetë histori, ne nuk kemi një foto, s'kemi një listë emërore, të gjitha na i kanë bojkotu. Unë fillimisht kam qenë shumë i urtë, dhe menojshe që me rrugën e urtësisë, me rrugën fajsore, jo se të shikopim luftën, por ajo familja do të dorëzohej, dhe do na jepte se ato i vlen Shoqatës, nuk i vlen fare familjarëve. Por kjo nuk rezultoi kështu. Tashti ne do shohim mënyrat, format për t'i marrë, se nuk mund të rrim kështu, si anonim ne. Me 31 vjet jetë, ta fillojmë sot, vitin 2025. Kështu që kjo na ka penguar shumë, me thënë të drejtën, por menoj që në një farë mënyre e kemi kalu atë pengesë. Ne shpresoj dhe shumë shpejt, sepse kemi qenë pa zyra, pa gjithë shka, shpresojmë që me ndihmën edhe të një pjesë të njerëzve këtu, neve shpejt do të bëhemi edhe me zyrë. Kjo masaj na ndihmon shumë, sepse sot me desh më mbledh kaca persona këtu që kanë lokale, shumë dashamirës në kanë afruar lokale, por nuk zgjidhet kështu kjo punë. Se në lokale bëjmë në mbledhje të madhe fjala vjen, po nuk zgjidhet, duhet me pas një zyrë ku të mlidhemi, ku të gjejmë njëri tjetrin.
do të fillojmë një proces të riorganizimit shoqatës nga e para, duke filluar me triskat e antarësisë, test e antarësisë. Dhe për këtë, pothuajse është përgatit terreni. Kur të marrim ato testat pastaj, do evidentohen të gjithë, të kenë testën e vet, dhe atëherë mund të themi që krijojë një fizionomi të vetën shoqata, dhe atëherë do quhemi shoqata më. Megjithatë, unë nuk du të flas më zgjatem në këto. Unë besoj që edhe me këtë asamble që unë po shoh tash, sepse nga emrat jo të gjithë i njihsha, unë vuj për këtë, të emrat nuk i kujtoj mirë, por po të pash për fytyrë nuk të harroj kur mësej. Tash që po më dolën shumë të njoh që i kisha harruar, nuk e mendojsha që do të jenë një herë antar të asamblesë. Mos du për me në emra, po shumë, edhe kemi bërë një kombinim, edhe në pikpamjen e gjenderit, dhe më thonë pikpamjen gjinore, femna meshkuj, por edhe në pikpamjen e moshës. Jam shumë i gëzuar që shoh edhe të ri në moshë. Se këto do ta marrin shoqatën, unë në një farë mënyrë, këtë mandat që është, do ta myll, qofse do jem gjallë, po unë jam të përgatit për dynjan tjetër, se kam shku 73 për 74 filloj. Kështu që por duhet patjetër dhe nga përvoja ime jetësore, unë i qenoj menimin, unë vlerësoj rinin shumë. Kështu që kush? Nese, kjo është një individ, unë e kam myll atë, po kjo ishte një detyrë që ma ngarkun më tepër dhe e pranova, sepse edhe refuzimi tepër të shmene malësim asaj. Kështu që unë u theva, se në fillim kam refuzu kategorikisht, mos me e marë drejtimin, po asaj u ktheve. Tash unë do t'i uroj suksese punimeve më teshme, jo se do jenë të gjata shumë, se kur them punimeve keni përshtypjen do rrinja 3 orë, jo, po do të kryhet gjithë procedura, domethënë, deri në miratimin e kësaj asambleje. Uroj gjithë mirat për secilin për jush dhe për shoqatën. Paqim një asamble sa më të mirë. Faleminderit kryetar, ti do vazhdosh sepse na duhesh. Me cilësin që u thash, por dhe me një cilësi tjetër të ati personi që ka 25 vite që kontribuon shoqatë Tirana dhe ka shënderë dhe kënaqësi për mua, dua të them unë 2 fjalë. Të nderuar antarë të asamblesë, të nderuar bashkëqytetarë, të dashur miq. Sot kemi një ditë me rëndësi të veçantë në historinë e shoqatës Tirana. Jemi mbledhur këtu për konstituimin e asamblesëre, duke mbyllur një proces të gjatë e të kujdesshëm prej 9 muajsh për institucionalizimin e shoqatës tonë, proces që shënon një hap të madh përpara në forcimin e themeleve dhe misionit të saj. Shoqata jonë, pas pak muajsh do të festojë 35 vjetorin e themelimit. Kjo është një arritje jashtëzakonshme, që na bën të ndalemi me respekt dhe mirënjohje për themeluesit e saj, por dhe para atyre që për afër 3 dekada apo më pak kanë dhënë kontributin e tyre të hyrë në shoqatën Tirana. Në këtë prag përvjetori, më lejoni të përmend me ndalim dhe falënderim profesorët dhe personalitetet të nderuar që hodhën themelet: Zydi Tërdiu, Shetqet Ndroqi, Gafuri Luga, Shoqëri Reli, Gani Mniku, Lulzim Braja, Petit Kusi, Nasi Obdari, Ismail Demneri, Sejid Tafaj, Evelina Kërqiku, e dete gjenerata vazhduese me kontribut për afro 3 dekada si Isan Lezha, Ferhat Gruja, Shpresa Qasti, Rushdi Keqi, Ismail Varoshi, Bedria Lirmeti, Suela Kusi, Skënder Farka, Ardian Maci, Najada Fani, Silvana Skënderi, Safet Këlliqi, Naim Hasa, Gazmend Bakiu, Ardian Lagami, Petrit Zorba, Gani Lulja, Arben Lozi, ndjes të qose kam harruar në jemë. Minjore dhe respekt të veçantë për ish kryetarin Arben Tafaj për kontributin e gjatë në ndërtimin e shoqatës Tirana.
Falënderim dhe për drejtues të shoqatës Bashkimi Autokton i Trevës Tiranës, që u bashkua shoqata Tirana në vitin 2014. Zotëri Xhelal Ahmeti, Azem Nela, Bedri Hajdari, Shefki Meta, që po japin kontribut në shtimin e anëtarëve të ri nga kurore e Tiranës. I falënderim dhe për kryetarin e shoqatës bujtinave e restoranteve turistike shqiptare, zotin Kujtim Dervishi, që u bashkua shoqata Tirana në vitin 2022. Gjithë këto personalitete me punë në bërë e kanë ngritur shoqatën Tirana në nivelin më të lartë atë të nderit të kombit. Sot pasi procesit demokratik dhe transparent, për herë të parë kemi dhe anëtarë të ri që u bashkuan shoqatën duke garantuar vazhdimsinë dhe gjithë përfshirjen. Sot mund themi me krenari se shoqata jonë ka në gjirin e saj përfaqësimin e të gjitha fisave tiranëse, një bashkim që pasionon identitetin, historinë dhe kulturën e qytetit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, procesi i institucionalizimit që po kryejojmë sot filloi me zgjedhjen e zotit Rushdi Keqi pas largimit nga jeta të ish-kryetarit Albert Tafaj. Më pas ky proces vijoi me sër vendime të rëndësishme të kryesisë, shtetit drejtues dhe asamblesë për rregullimet e brendshme dhe kulmoi me përgatitjen e statutit të ri. Ky draft i përgatitur ju prezantua gjithë anëtarësisë së asamblesë dhe u diskutua gjithësisht, duke bërë kështu i pari statut i hartuar me pjesëmarrje të gjerë të gjithë anëtarëve. Ky statut solli ndryshime thelbësore. Për herë të parë vendos kufizimi i mandatit të drejtuesve kryesor në 4 vite, duke garantuar rotacion dhe frym të re në drejtim. Për herë të parë statuti përfshiu institucionin e sofrës tiranase si të drejtë statutore, duke përcaktuar se ajo do të drejtohet nga një bord i posaçëm në krye të cilit do të jetë drejtori i bordit tashmë i zgjedhur. Për herë të parë statuti detyron Këshillin Drejtues për përgatitjen dhe miratimin e një rregullorie për funksionimin e sofrës, duke dhënë këtij institucioni një bazë ligjore dhe organizative. Po kështu, statuti përcakton mënyrën e vlerësimit me titull dhe detyron përgatitjen e një rregullore të posaçme për zgjedhjen e figurave dhe organizimin e ceremonive të ndarjes së tyre. Për herë të parë, statuti kushton vëmendje të madhe informimit publik, marrëdhënieve me median dhe transparencën, duke dhënë kryesisë një rol vendimtar në përgatitjen dhe publikimin e informacionit, si dhe në daljet publike, të cilat do të bëhen vetëm me vendim të kryesisë. Ky statut përforcon gjithashtu rregullat për zgjedhjet e organeve drejtuese, përfshin procesin zgjedhor si të drejtë statutore. Statuti definon sekretarin e përgjithshëm si zërin dhe garantuesin e zbatimit të tij. Një tjetër risi e madhe është detyrimi për krijimin e kujtesës së shoqatës Tirana, regjistrave për anëtarësimet, aktivitetet dhe dokumentacionin historik. Të dashur anëtar, ky statut e përcakton qartë se shoqata Tirana është një shoqatë jo politike. Ajo nuk mund të kthehet as majtas as djathtas. Askush nuk ka drejt të bëjë propagandë politike brenda strukturave të saj. Çdo anëtar është i lirë të ketë vjet e veta politike, por jo të flasë në emër shoqatës Tirana. Shoqata Tirana është shtëpia e gjithëve, pa përjashtime, me kushin e vetëm që të respektohet statuti i saj. Ky është mesazhi i unitetit, i gjithëpërfshirjes dhe respektit ndaj rregullave që ne japim sot shoqatës tonë. Kjo është garancia që shoqata Tirana të ecë përpara dhe për shumë dekada, duke ruajtur traditën, historinë, kulturën e qytetit tonë. Sot ne mbyllim një proces të gjatë dhe me shumë punë, që filloi me zgjedhjen e kryetarit zotit Keqi, të organeve drejtuese, kryesisë Këshillit Drejtues, miratimin e statutit, legalizimin e gjykatës statutit dhe organeve drejtuese. Dhe zgjedhjen e drejtuesve të asamblesë. Gjithashtu, është bërë gjithçka ligjore, statutore, transparente, demokratike, pa diskutim një model i mirë për shoqatat dhe absolutisht për politikën. Me këtë që kemi bërë në këto 9 muaj, jemi të bindur se kemi rritë shumë vlerën pronës tonë të përbashkët shoqata Tirana. Ju falenderoj nga zemra. Rof dhe shekullov shoqata Tirana, rof Tirana jote. Atëre, si pas agendës, radhën e ka
miratimi nga kjo asamble e nderuar të propozimit të ardhur nga Këshilli Drejtues për zëvendësimin e vakancave të krijuar në Këshillin Drejtues. Pas një procesi absolutisht transparent, pjesa e asamblesë ekzistuese votoi online dhe propozon ju sot antarët e ri të Këshillit Drejtues që vinë nga vakancat e krijuar në këto muaj. Këshilli Drejtues Social Tirana, asambleja ekzistuese, ju paraqet ju për miratim pas propozimit të 52 antarëve të asamblesë për antarët të Këshillit Drejtues. Zonjën Rezata Delisula. Besoj nuk ka nevojë për informacion, ju e njihni Rezatën. Rezata ka një CV të pasur, por nuk është momenti në këtë kohë. Rezata, do ishte mirë që edhe të tjerë është nderë që të kemi nga pjesa gjinore shumë nderë. Por ka të ndera, absolutisht. Avokat Zdenel Qeliku. Sa daja nuk ndodhe në salë. Zdenel Qeliku është në veri. Shumë i nderuar Ardian Liçi, bëhet pjesë e Këshillit Drejtues Social Tirana. Ardian Liçi nuk ndodhet. Është nderë për ne që tjetë përsëri pjesë e Këshillit Drejtues Gazmen Turdiu. Znajsi. Dhe i shtati për janë rëndësia, se një dhe në gjithë, Arben Pinari. Tisë të nderuar Pinari. Do kërkoja miratimin tuaj që t'i bashkoheni 52 vetëve për këtë Këshill Drejtues. Pra, jemi dakord që një grup i ardhur nga propozimet të 52 antarëve tjetë në Këshillin Drejtues. Kush është dakord? Faleminderit. Kush është kundra? Abstenim? Faleminderit asamblesë dhe këto janë antarët e ri të Këshillit Drejtues. Duhet përmend një fakt tjetër, sepse ka një farë radhitje vazhdimisht për arsye të ndryshme një të largohen. Nërmjet jeshka online të dokumentuar disponoj një dosje të madhe. Ka dhe radhitje, sepse jo të gjithë hyn, por janë afër kryetarit të Asamblesë Sociale Tirana. Pas një procesi të gjatë, për më se 2 muaj, pas një procesi transparent, demokratik, ligjor, statutor, ku morëm pjesë të gjithë, ne kemi propozime për antarët e asamblesë, që jeni ju sot, ligjëruar në vendimin e Këshillit Drejtues të datës 18 shtator, por kemi edhe një propozim të ardhur nga Këshilli Drejtues, i cili diskutoi, propozoi dhe solli një kandidaturë për kryetar të Asamblesë Sociale Tirana. Është gjithçka e dokumentuar, është gjithçka e paraqitur në dokumentacion, në memorien e Sociale Tirana. Ne kemi mbas statutit, propozimi vjen nga Këshilli Drejtues. Në këtë rast kemi një rast sui generis, pra duke pas parasysh problemet që ndodhen, ndryshimet që ndodhen. Këshilli Drejtues ishte ai që duke pas një jetë të gjatë, kishte një farë kompetencë dhe ka kompetencë, sepse është qeveria e Shoqërisë Tirana. Këshilli Drejtues doli me një përfundim ku propozon zotin
Shkëlqim Hajdari për kryetar të Asamblesë Shoqare të Tiranës. Është një vendim i dalë nga firmosja e antarëve pjesëmarrës në një mbledhje të rregullt, ku kanë firmosur për kandidaturën e zotit Hajdari për kryetar të Asamblesë Shoqare të Tiranës. Por kemi edhe një propozim tjetër, përforcues, juridikisht dhe të panevojshëm, por dhe që nuk është keq, sepse kjo tregon që kemi përsëri mbështetje, kemi edhe nga antarët e Asamblesë. Disponoj në moment tjetër, përforcues. Antarët e Asamblesë me emra, nuk është koha ti lexoj gjithë, sepse kjo se dhe doni lexoj, a doni të deshifroj gjithë? Jo. Nuk ka nevojë. Sa emra? 77 vetë janë ato që propozojnë nga Asambleja për zotin Hajdari. Mendoj që mos ta gjojmë kohë të lexohen emrat, pra është një pjesëmarrje në propozime mëdha. Nuk e dikush nuk ka qejf në kandidoj për kryetar. Ju do të pyesin gjithë. Po ngrihen 25 firma, edhe mund dalë kandidor. E që kemi të kandidare, zonë shefin e la mori vend oqëse i kërdonë. Unë mendoj që do bëgë procedurë dyta, do të fillojmë me kryetarin, do fillojmë procedurën kryetare, do bëjmë më. Zoti Ferrat, tash unë një përveç tjerave jam jurist, janë ca gjëra që ka një agjendë e cila është miratuar, ka një statut që thuhet në këtë lloj procesesh nuk ka debat. Kështu që unë do doja të respektojmë procedurën, mos ja zbejmë verën kësaj mbledhje. Jo, do të lutem sepse Do kandidoj. do të lutem. Shiko, është gjithçka e qartë. Këshilli drejtues e tha fjalën e vet. Ne i bindemi shumicës. Absolutisht. Që jemi këtu ka shumë avokatë, ka shumë juristë. I bindemi shumicës, kur thash këshilli drejtues e mbylli të punë, nuk diskutohet. Ndërsa kjo tjetra përfaqëson më shumë. Jep më shumë vlerë. Jep shumë vlerë. Afërsisht, nuk e kam bërë pjesimin, po 70% është përsëri. Pra, kjo punë është. Megjithatë, ne do vazhdojmë procedurën mbas statutit. Këtu dikush ka dhe për të folë për shembull për mirë, dikush ka dëshirë. Por kjo mënyrë mos nuk duhet zbehej. Procedura e kërkon, statuti e kërkon që në zgjidhje të tilla është pa debat. Që kemi korrekt me gjithë tjerët që duan të flasin për këtë. Statuti kërkon mënyrën e votimit. Në këto raste është asambleja që vendos për mënyrën e votimit, mënyrë e hapur ose e mbyllur. Unë do të pyes tani, kush është për procedurën e hapur? Nuk ka nevojë provohet e kurda, nuk ka nevojë, provohet pa vërtetim. Atëherë, para se të mërë vendimin tuaj, verdiktin tuaj, unë duhet lexoj ju keni informacion, por është statuti që na detyron që të flasim pak për CV-n. Bile CV-a do ishte mirë që të gjithë ju mi dërgoni, edhe pse unë kam kërkuar vazhdimisht që të dim kush jemi, sepse mbase duke mos ditë nuk vleshë mjetit. Le të kalojmë sipas radhës. Le të lexojmë kandidatin për kryetar të Asamblesë, propozuar nga Këshilli Drejtues dhe 17 antarë të Asamblesë Shoqare të Tiranës. Zoti Shkëlqim Hajdari, i lindur në 5 qershor 1966. Profesioni jurist, konstitucionalist, prokuror, publicist, analist. Fushat kryesore të ekspertizës, drejtësia penale dhe kushtetuese, reforma në drejtësi dhe shteti ligjor. Eksperjenca profesionale. Inspektor i përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm të Shqipërisë, pozicioni aktual. Përgjegjës për monitorimin dhe koordinimin e inspektiveve në administratën publike. Në vitet 2007-2016, ka mbajtur pozicionin e krye prokurorit të API Tiranës.
drejtues i një hallke nga më të rëndësishme të sistemit gjyqësor. Supervizim dhe vendimarrje për çështjet penale të ndërlikuara dhe me rëndësi kombëtare. Në vitet 2011-2016 ka qenë kryetar i shoqatës së prokurorëve të Shqipërisë, përfaqësues i trupës së prokurorëve të Shqipërisë. Veprimtaria publike dhe akademike, analist, ekspert ligjor në media për çështjet e reformës në drejtësi, antikorrupsionin dhe shtetin ligjor, publicist dhe autor analizash në gazetat dhe portalet më të rëndësishme shqiptare, kryesisht mbi ligjin, sistemin e drejtësisë, krimin dhe fenomenet kriminale, reformën ligjore e tjerë. Pjesëmarrës në shumë të rrjedha trumbullata në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka kontribut në politikë bërën ligjore, duke ndihmuar në hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit penal e procedurial, arsimin dhe kualifikimet. Diplom në drejtësi, doktor shkencash. Trajnime profesionale në fushën e jurisprudencës penale e të drejtës kushtetuese, hetimet penale dhe drejtësisë tranzitore. Aftësi dhe kontributet tjerë. Njohës i thellë i sistemit drejtësisë dhe procedurave penale. Mbështetës i reformën në drejtësi duke promovuar pavarësinë e institucioneve ligjore. Kontribus në fushat të ndryshme, përfshi artin, kulturën, sportin dhe ekonominë, si dhe kontribus për fuqizimin e solidaritetit në shoqërinë shqiptare. Orator dhe debatues i fortë, i pranishëm në media dhe forma akademike për çështjen e shtetit ligjor dhe drejtësisë sociale. Angazhimi në komunitetin autokton Tiranës, antar i shoqëratës Tirana që nga viti 2000, dhe aktiv në mbrojtjen e vlerave kulturore, historike dhe qytetare të komunitetit autokton Tiranës. Antar i Këshillit Drejtues të shoqëratës Tirana që nga viti 2007 deri në vitin 2010, duke kontribuar në organizimin dhe promovimin e aktiviteteve që fuqizojnë identitetin Tiranës. Përfaqësues dhe zë i komunitetit autokton në forumet e tryezave qytetare për të mbrojtur të drejtat e interesat e Tiranës. Promovuesi i bashkëpunimit ndërmjet shoqatave qytetare, organizatave kulturore dhe institucioneve për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit e komunitetit autokton Tiranës. Kjo është një CV e përmbledhur, për mos ka gjuar kohë, CV është shumë e gjatë, por ne arritëm të bëjmë një përmbledhje. Procedura e votimit u votua, procedura është e hapur. Kush është dakord nga asambleja që zoti Shkëlqim Hajdari të jetë kryetar i asamblesë së shoqatës Tirana? Faleminderit. Vota kundra. Nuk ka. Zoti Hajdari që sot është kryetari i asamblesë së shoqatës Tirana. Për fjallën e përshëndetjes fjallën e parë, duke vazhduar me procedurën. Për zonjën nën kryetare të asamblesë së shoqatës Tirana. Procedura është e njëjtë. Këshilli Drejtues ka votuar unanimisht për zonjën Shpresa Qasli si nën kryetare të asamblesë së shoqatës Tirana, me një CV nga më të gjatat, të lodhshme, po më shënderë dhe kënaqësi për ne që e kemi zonjën Shpresa. Zonja Qasli është një nga kontributorët në vite, pjesë e bërthamës vogël ku jam dhe unë. Dhe unë po lexoj shkurtimisht, po mundohem ta shkurtoj, se shumë e gjatë, si vine profesoreshës nderuar zonjës Qasli. Zonja Shpresa është profesore asociuar në inxhinierim mekanike në Universitetin Politeknik Tiranës, me mbi 2 dekada përvojë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Formimi i saj akademik dhe puna e vazhdueshme përqendrohen në lëndët teknike, gjeometri deskriptive e vëzhgim teknik.
metodat e praktikës teknike, shkencën e materialeve, materialet metalike, tribologjinë inxhenierike e tjerë. Krijimi i bazës të dhënave për përzgjedhjen e kompjuterizuar të materialeve e tjerë. Staf akademik në disa fakultete të Universitetit Politeknik të Tiranës. Emërim dhe staf në Fakultetin e Inxhinisë Mekanike, Inxhinieria Ekonomike, Inxhinieria Tekstili dhe Mod, Fakultetin e Inxhinisë Elektrike, Fakultetin e Inxhinisë Ndërtimit, të Mjedisit, Fakultetin e Gjeologji Minerave, për inxhinier gjeolog e tjerë. Me një qasje ndërdisiplinore, ajo ndërthur analizën kompjuterike me metodat eksperimentale për të adresuar sfidat e projektimit të qëndrueshmërinë strukturore dhe optimizmin mekanik. Ka një interes të veçantë për ndërlikuar akademin me industrinë, veçanërisht në projekte që theksojnë ndikimin shoqëror të inovacionit inxhinierik. Është angazhuar në bashkëpunime kombëtare dhe ndërkombëtare, shërben si mentore për studiusit në fillimet e karrierës dhe kontribon si recensente shkencore në revistat huaja dhe organizata ndërkombëtare. Sapo ka përfunduar një projekt ndërkombëtar. Pika e saj më e fortë është shkrimi i teksteve mësimore. Të gjitha nëntë e saj kanë tekstet në formë të leksioneve të shkruara, ushtrime, udhëzues e tjerë. Për 10 vjet, pjesë e grupeve të autorëve të teksteve para universitare të aftësimit teknologjik për klasat 5 dhe 7 dhe teknologji bërthame, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Pjesë e rëndësishme e Institutit Alpshkenca, një bashkëpunim i shkencëtarëve akademik shqiptar në trojet shqiptfolse. Antare e Këshillit Drejtues Shoqërar Tirana dhe firmtare e statutit të saj. Zonja Shpresa, me profesionin inxhinierie mekanike, ka lindur në vitin 1962 në Tiranë. Ka mbaruar, anëtarësimi i shoqatit i Zonja Shpresa është bërë nga profesor Ismail Demneri, ishte në kryetari i Shoqërat Tirana, duke ta përmendim ta respektojmë e ta nderojmë profesorin. Ka mbaruar studimet në Politeknikum Shtat Dëmtori, pastaj në Universitetin Politeknik, që ka vazhduar edhe diplomë pas universitare, duke bërë dhe kurse specializime në Gjermani, Itali, Angli. Eksperiencë pune. 86-92, inxhinierie mekanike në Kombinatin e Autotraktorëve, 2000-2001, asistent pedagoge, 2002-2008, doktoraturë në fushën e përzgjedhjes së materialeve, 2009-2016, lektore dhe kërkim shkencor. 2016 në vazhdim, titullare në nosion feq. Ka funksione publike. Antare e grupit punës për vlerësimin e brendshëm të Fakultetit të Inxhinisë Mekanike. Antare e grupit punës për vlerësimin e brendshëm të për akreditim. Drejtuese e grupit mësimor, drejtuese e grupit transportit, antar e Këshillit Profesorëve, antar e borit drejtues dhe nënkryetares e sesonit të inxhinierëve për Shqipërinë në Alpshkencë. E shumë të tjera, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Është vlerë dhe privilegj që Zonja Shpresa të kemi në drejtimin e asamblesë në pozicionin numër 2 të nënkryetares së Asamblesë Shoqërore Tirana. Votimi ka nevojë për të dhënë hapur. Kush është dakord që Zonja Shpresa, profesor Shpresa, të jetë nënkryetare e asamblesë? Kundra është problemi zgjidhur. I urojmë Zonja Shpresa suksese në detyrë, të vazhdojë dhe shekuj se i ka mbush për dekada në Shoqërinë Tirana na bën derë tjetër. Faleminderit. Tani, Rava është sekretarit të asamblesë që të përshëndes në fjalën e tij të parë me këtë pozicion. Fjala është për Zotin Shkëlqim Hajdari.
nderuar antar të asamblesë, i nderuar kryetar profesor Ruzhdiu, në kryetar dhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës, të dashur bashkëqytetar të Tiranës. Ju falenderoj nga zemra për besimin që më dhatë sot, duke me zgjedhur në këtë pozicion honorific, por shumë dinjitos dhe fisnik. Ndaj do flas ashtu siç mund të fliste çdo njeri nga ju. Fjala ime është një zë kolektiv. Zëri i një shtrese të tërë njerëzish Tiranës autokton, që kanë qenë gjithmonë këtu, kanë dhënë gjithçka pa bujë dhe që rrallë herë janë vlerësuar aq sa e meritojnë. Tirana jonë, kjo kryeqendër historike e shqiptarisë, ashtu është një vendbanim i hershëm, Pellazgo, Ilir, Arbër dhe shqiptar, ashtu si në shumicën e vendeve të botës, vendbanimet dhe qytetërimet e lashta janë ndërtuar në kodra e male e pranë lumeve. Edhe Tirana jonë e tillë është me vendbanime që fillojnë rreth malit më të bukur në botë për ne autoktonët, mali i Dajtit. Fusha e Tiranës, qyteti i sotëm, në lashësi rrethoj me kala, që ishin vendbanime të kohës, duke filluar me kalan e Dajtit, Presjopit, Petrelës, Ngroqit, Pezës, Tujanit e tjerë. Zona jonë ka lulëzuar edhe në kohën kur ne u identifikuam si arbëror, dhe në mesjetën e vonë, kur ne u njohëm si shqiptar. Por këtë prejardhje historike tonën, ashtu si kundër është historia Pellazgo e Lire e gjithë Shqipërisë natyrore, por dhe me gjërë, me dashje deri para disa vitësh e kishim fshirë nga tekstet. Tirana përmendet si vendbanim i mesjetës së vonshme, 1614 me Sulejman Pash Bargjini si themeluesi i saj, disa fiset të ardhura nga shtetet të tjera pjesë e Perëndërisë Osmane dhe shumë pak fise të zbritura nga kalat në periferi të Tiranës. Lind pyetja: po popullsia rreth e përqark që rrethonte fushën e Tiranës që u bë qytet, ku shkoi? Fieroja? Po mozaiku i Tiranës? Po rënojet e kalas përballë Akademisë së Shkencave tek Pedonalia, të kohës së Justinianit, shekulli 4-6 i erës tonë. Pse u mbunuan dhe u mbajtën të fshehura për të dalë rastësisht në vitin 2008, gjatë gërmimeve për t'i mbuluar me një rrugë të cilat Zoti nxorri dritë dhe falëndinës tij ato nuk u rimbuluan. Dhe sot dëshmi e gjatë e lashtësisë qytetit tonë e gjithë kjo histori që ka ndodhur me ne për të na fshehur identitetin tonë si banues të kësaj treve prej mira vjetësh është e qartë për këtë doganë dhe nuk duhet të zjatëm më. Këtu është vend që sot të falenderojmë të gjithë personalitetet që janë marrë në historinë e treves tonë, duke filluar nga profesor Kristof Rashri, profesor Shqyqyri Reli, Ismail Demneri, Ganim Niku, Bedri Rejn Mehmeti e tjerë, dhe duke përfunduar me librin e Zotit Harallam Kota, antar i Këshillit Drejtues shoqatës tonë, libri i cilit u promovua para pak ditësh Tirana, vendbanim i hershëm i fizit Pellazgo i Lirë të etrusëve tyre. Faleminderit për sot. Këto relike historike dhe kulturore të qytetit tonë, që janë ndërtuar nga lartësia deri më sot, nuk janë ndërtuar thjesht me gur, tulla e llaç, por me karakter. Karakteri dhe dinjiteti i Tiranës është një përzierje unike qytetarie, ndershmërie, mikpritje, tolerancë e burrnie. Një trashëgimi i rrallë që nuk e mban dot çdo vend, sepse nuk lind, as nuk mësohet, por përcillet brez pas brezit. Tirana ka qenë gjithmonë një nënë e madhe, ka hapur dyert për gjithë shqiptarët pa bërë kur dallim nga kanë ardhur dhe pse kanë ardhur. Në këtë qytet kanë gjetur shtret të gjithë ata që kanë grupuar punë, jetë, arsim për parimin dinjitet. Por Tirana e vërtet, ajo e rrënjeve,
e brezave, e fjalës së dhënë, e nderit dhe zakonit, është ajo që e ka mbajtur këtë qytet në këmbë. Por ajo shpesh është harruar, shtyrë anash, përshmuar nga politika, nga shteti e nga pushteti. Askush nuk ka dhënë më shumë e nuk ka marrë më pak se tiranësit dhe autokton. Ai ka qenë trim kur duhet kishte trimëri, por kur s'ka bërtit. Ka ndihmuar pa reklamuar atë. Ka ruajtur vlerat, ka përballuar padrejtësitë, ka qenë shembull qytetarie edhe kur është mohuar apo është gabritur e drejta më bazike, prona, përfaqësimi dhe pjesëmarrje. Ne nuk kërkojmë dëshurim, por do të kërkojmë dignitetin që na takon. Dhe atë nuk ne kush, por do ta marrim vetë. Me punë, me bashkim, me zë. Shoqata Tirana është shtëpia jonë shpirtërore. Është vendi ku do të mblidhemi jo për të qarë hallet, por për të ringritur e ringjallur vetdijen e komuniteti që ka aq shumë për t'i dhënë Tiranës aktuale dhe gjithë shqiptarisë. Ne jemi rreth 250.000 tiranës autokton, të shpërndarë në lagjet historike dhe në periferisë saj, në diasporë, në çdo cep të botës, dhe jemi gati të japim sërish, por tani e tutje me fytyrë, me emër dhe me zë. Shoqata jonë nuk është dhe as nuk do t'jetë kurrë vegël e ndonjë partie politike. Nuk do të lejojmë që asnjë flamur politik na përçajë, sepse tiranësit dukshiten nuk blihen dhe nuk kanë çmim. Janë trashëgimtar të një krenarie që nuk dorëzohet për interesat vogla dhe do të mbaj gjithmonë pishtarin e akademisë së qytetarisë së shqiptarëve. Ashtu si standard të tjerë në fjalën e tij dhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës, zoti Ismail, nëpërmjet ndryshimeve dhe plotësimeve statutore që kemi bërë shoqata, asambleja, kryesia, këshilli drejtues, kryetarët, kryetaret, nuk do të jenë tani tutje pronë e një individi apo e një grupi të caktuar, sepse të gjitha mandatet e këtyre strukturave janë të limituara. Vetëm një mandat për kryetar pa drejtë vizit. Kjo do të bëjë që shoqatën tonë të jetë portë e demokracisë për të përfshirë dhe për të kontribuar të gjithë antarët e komunitetit tonë pa asnjë dëm. Të nderuar antarë të Asamblesë. Me lejoni dhe besoj se do të më mirë kuptoni që në emrin tuaj dhe në emrin e të gjithë atyre që ju përfaqësoni, dua të deklaroj sot publikisht se në respekt të nënave, baballarëve, gjysheve e gjyshërve, stërgjyshëve e stërgjyshërve dhe gjithë pararzëve të tyre, tanët, të cilët historikisht kanë pritur ushqyerje strehuar me zemër gjatë gjithë kohës të gjithë shqiptarët që kanë ardhur nga gjitha tretët në Tiranë, sot në metropol. Të deklarojmë se të gjitha shpenzimet që duan për zyra, për administratën e vogël, për gjitha aktivitetet dhe projektet e shoqatës Tirana, kontributet do të sigurohen nga ne vetë. Ndeshmërisht, fisnikërisht bazuar në një transparencë e llogaridhënie absolute bankare ligjore. Duhet ta bëjmë gjithçka që kjo shoqatë të mos jetë një organizat, por një lëvizje shpirtërore, një frym që bashkon komunitetin tonë autokton pa asnjë dallim e paragjykimit. Me lejoni të falenderoj sot për punën e bërë të gjithë zotënit që kanë drejtuar ndër vite shoqatën tonë, Zydy Turdiu, Shevqet Ndroqi, Gafur Luka dhe të ndjerin mikun dhe vllajën ton Arben Tafaj, i cili për shumë vite e drejtoi shoqatën me dashuri e përshkushtim, si dhe ish kryetari i Asamblesë zotëni Skënder Fargën, i cili për arsye shëndetësore nuk ndodhet sot këtu, i urojmë shërim të shpejtë dhe jetë gjatë. Por ne nuk do të dalemi vetëm në Tiranë. Ambicia jonë është më e madhe dhe më fisnike. Shoqata Tirana do synoj të bëhet qendra bashkimit të gjitha shoqatave qytetare jo politike në mbar hapësirën shqiptare. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi e diasporë. Duam të ndërtojmë një rrjet ku qytetaria të jetë mbi partitë, mbi interesat, mbi pushtetet e përkohshme. Dhe këtë e them me bindje të plotë. Tiranësit janë ndër më të respektuarit kudo në Europë dhe në botë. Jo se janë të zhurmshëm,
por sepse janë të urtë, sepse dim të flasim me vepra, sepse sjellin ekuilibër, mendje, maturi dhe fisnikëri në çdo shoqëri ku bëhen pjesë. Le të themi një herë mirë, ne nuk kërkojmë të dominojmë, por as nuk pranojmë më të përjashtohemi. Ne nuk i kundërvijemi askujt, por as nuk fshihemi më pasportave të mbyllura. Ne nuk jemi më të mirë se të tjerët, por jemi vetvetja dhe vetvetja na mjafton neve të gjithëve. Mbi të gjitha ne garantojmë bashkëtesën me çdo bashkëqytetar, jo autokton që jeton në punë në Tiranë. Ky qytet është bërë i madh sepse ka ditur të jetë zëmërgjon, por tani është koha që dhe zemra e këtij qyteti, Tiranë si dhe autokton, të rrahë më fort, më qartë dhe më drejtë. Të dashur motra vëllezër. Ky është fillimi i një rrugtimi që kërkon kurajo, besim, dashuri dhe bashkim. Ne e kemi të katër, sepse nuk nisemi nga inati, por nga përkushtimi, sepse nuk shohim nga poshtë, por nga lart, sepse ne jemi bija e bi të Tiranës së vërtetë. Dhe për ta mbyllur, dua t'ju detyroj të gjithë, dhe nëpërmjet t'jush, gjithë mediave dhe tiranësve autoktonë, që as para dhe as pas vitit 1990 nuk kam pranuar të jem antar e së partie politike. Por për rreth 40 vjetësh kam punuar dhe vazhdoj të punoj pa ndërprerje si profesionist në organet e shtetit shqiptar. Ju garantoj, juve dhe gjithë tjerët që nuk janë këtu, që deri në fund jetës time, partia ime ashtu si kundër edhe shumë tiranësve tjerë, është në qiell. Është Zoti. Ndërsa në tokë më mjafton t'i shërbej familjes time, Tiranës, tiranësve dhe gjithë shqiptarëve. Zoti bekon Tiranën, Zoti ndryshon zemrën tona, rrok qytetëria, rrok shoqata Tirana. Faleminderit zoti kryetar. Asamblea Sociale Tirana është nder për ne që shoqata Tirana të ketë këtë asambleë me personalitetet, me figurat, këtë drejtues, shumë knajsi. Për ne, drejtuesit, bori drejtues është knajsi që u mblodhën. Është me të vërtet, ishte një sfidë, personalisht e kam. Doja të shkonim në ditë dhe mendoj që pas 9 muajsh problemesh, ne jemi gjithë bashkë. Dhe kjo është knajsi e madhe që tiranësit vetëm dinë bashkohet. Për të vazhduar, pikën e fundit, pra që të kalim në atë koktejl, ne kemi përgatitur në shpejtësi disa kopje të statutit, në limit nuk është numri i dur, i keni ardhur shumë, por ato persona që kanë marrë nga këshilli drejtues dhe ishte mirë që të hapin megjithatë do provojmë tjera. Para se të kalojmë në pikën e fundit që është të mbledhemi 2 nga 2 apo 3 nga 3 gjithë bashkë në koktejl, do ishte një çast i bukur që jemi para aparateve fotografike për një foto familjare si shoqat tjera. Nuk e di se kemi arru në po, si asambleja, por asambleja e shoqatës tjera. Pa qonim ko? Knajsi do ishte qëse zonja shpresa, Edhe unë jam atë që të i thush ca fjalë të shpresa, se ne jemi shumë të knaqë që kina bënë në kryetare. Shkuna që shohë njerëzit, bëri këto anash, thank you. Nuk do t'jemi një fjalë formal, do t'jemi 2 fjalë zemre.
Unë jam Shpresa Casle, jam dokës Tiranëse. Nga babai jam Casle, nga nona jam Resnja. Kam goxha vite që jam në shoqatën Tirana. Kam marrë me shumë dëshirë, sigurisht me zonë prisja të vija, po u bë sebeb një takim me zotin profesorin Shoqëri Rejli dhe me profesorin tim Ismail Deneri, që më njifte kur kanë qenë studenta, dhe ato më propozuan që unë të isha pjesë e shoqatës Tirana. Në jetën time, unë kam bërë plot gjëra të cilat janë pak zhurmë, por në kuptimin që ne i quajmë në koncept gjëra vullnetare, të cilat në jetën time gjithmonë më japin një motiv që të eci përpara, më motivojnë. Kështu ishte edhe qëndrimi në shoqatën Tirana, ku unë në kushtet e reja se çfarë po ndodhte me Tiranën, unë kisha shumë nevojë që të takoja njerëz nga fise tiranëse, njerëz që folshin gjuhën tonë. Kjo më ka ndodhur në jetën time për analogji. Unë kam deri në shtëpinë e tim shoqi rreth 7 vjet dhe pastaj familjarisht jemi kthyer në shtëpinë tonë, te rruga Fortuzit. Ne jetojmë në shtëpinë e babait, që është një shtëpi 250 vjeçare që muret rrethusi ka prej qerpiçe. Dhe aty nisi dhe jeta u kthye jeta ime, pra shtëpia mua më motivoi shumë në jetën time, sepse i dhash drejtim vajzave të mia, i dhash drejtim jetës time, në vite shumë të vështira që ndodhen me Shqipërinë, no? Dhe kjo gjoja në analogji edhe me shoqatën Tirana mua më frymëzon, më bën shumë mirë. Këtë pozicionin e nënkryetarës unë e mora si një vlerësim nga kolegët e mi, nga miq do t'i quaj, nga miqtë e mi, që shprehan besimin që unë duhet duhet përfaqësoj gratë. Ne kemi pas plot probleme që i kemi trajtuar në shoqatën tonë, ku gratë kanë përfaqësuar me një zë shumë radikal. Në qoftë se do krahasonim vendimet mes grave dhe burrave, gratë gjithmonë kanë qenë më të vendosura. Në pozicionin e nënkryetares, unë jam shumë e nderuar, ju faleminderit kryesisë, Këshillit Drejtues dhe juve që më votuat. Unë do përfaqësoj të gjitha nismat, të gjitha do t'i mbështes, do t'i çoj përpara nismat e grave tiranëse, por edhe të burrave sigurisht, me aq sa të kem mundësi. Faleminderit që më Mendoj që këtu ku jemi më burska, të bëjmë një foto të Unë desha ka thonë një dy lloj. Jam kundra teje, në këtë pikë. Unë desha që kjo është zonja Shpresa dhe ai zotni Shkëlqim Hajdari të jenë opozit në çdo parlament shqiptar. Pa politik, ora që mendoj unë. Unë jam Ibrahim Petrit Refik Totani. Unë kështu mendoj. Që pa brenda opozit Tirana nuk e përkra njeri. Këtë kisha në opozit jenë, ajo zoja Shpresa dhe me zoja dhe i zoti Shkëlqim, se ka asin aty, edhe nuk ka njët me njeri fare, për mu. Më shtetje pa politik nuk ka. Suksese